Nureddin Dumani është një nga figurat më të përfolura të botës së krimit në Shqipëri, i njohur si njeriu që ka lëvizur mes vrasjeve të bujshme, grabitjeve me dhunë dhe lidhjeve të errëta me grupet më të fuqishme kriminale në vend. Ai u bë i njohur për publikun shqiptar pasi vendosi të bashkëpunonte me drejtësinë si i penduar, duke rrëfyer me detaje të frikshme jo vetëm për krimet ku kishte marrë pjesë, por edhe për personazhe të tjerë të botës së nëndeshme. Historia e tij nuk është vetëm një rrugëtim personal i një njeriu të zhytur në dhunë e krim, por edhe një pasqyrë e qartë e mënyrës se si funksionon krimi i organizuar në Shqipëri, duke shtrirë tentakulat nga Elbasani në Tiranë, nga Durrësi deri në qytete të tjera, ku lufta për pushtet dhe para nuk ka pasur kurrë mëshirë. Në dëshmitë e tij, Dumani ka pranuar se ka qenë i përfshirë drejt për drejt në disa vrasje dhe tentativa atentatesh. Ai ka përmendur rastin e Fatmira Dedës, një vrasje që e ka tronditur opinionin publik, ku rrëfimi i tij nshori në pahje të mënyrën e ekzekutimit, por edhe prapaskenat dhe urdhëruesit e krimit. Po ashtu ka folur për vrasjet e Emiliano Ramazani dhe Regi Runajt, duke përshkruar me hollësi se si funksiononte mekanizmi i ekzekutimeve me pagjes, ku njerëz të ndryshëm brenda dhe jashtë grupeve kriminale porosisnin atentate për të zhdukur kundërshtarët ose për të marrë kontrollin e tregut të paligjshëm. Këto rrëfime e kanë vendosur Dumanin në qendër të hetimeve të mëdha, pasi dëshmitë e tij shërbyen për të çuar para drejtësisë edhe emra të njohur që për vite me radhë kishin qëndruar të paprekur. Një pjesë tjetër e errët e aktivitetit të tij janë grabitjet e armatosura, ku Dumani ka qenë pjesëmarrës aktiv. Në disa raste, sipas dosjeve të hetimit, ai ka përdorur armë zjarri duke çelluar drejt viktimave dhe duke i goditur me levë në përpjekje për të marrë para apo pasuri me dhunë. Këto grabitje nuk ishin të thjeshta, por të planifikuara me kujdes dhe të kryera nga grupe të strukturuara, ku Dumani luante shpesh rolin e organizatorit dhe ekzekutorit. Përveç kësaj, ai është akuzuar dhe për mbajtje dhe prodhim armësh e municionesh pa leje, duke pasur akses në arsenale të tëra që përdoreshin për atentate dhe aksione kriminale. Dosja Plumbi i Art është një nga pikat kulmore ku emri i Dumanit u bë publik. Ky hetim i madh i SPAK përfshiu 10 persona dhe disa nga ngjarjet më të bujshme